në zonën e ambasadave ndodhet edhe kjo banesa prej 87 m2 të cilën ne jemi duke ofruar përshitje. Banesa ndodhet në katin e tretë të këtij objekti 6 kat. Është thuajse 99% e gatshme për banim. Na kanë mbet vetëm edhe disa detaje të vogla në korridore dhe parahyrjes me i finalizu në mënyrë që në tanësi me koni gatshëm për banim. Banesa ka një organizim shumë të marrë. Është jug perëndim e kthyer, gjë që gjatë tërë ditës e rrog dielli, sidomos pjesën e qendrimit ditor, ku orientimi i kësaj është nga jug perëndimi. Hapësira e qendrimit ditor është kjo pjesa këtu. Këtu vjen tavolina e bukës. Pjesa e kuzhinës është në formën L. Këtu e kemi edhe daljen në balkon. Ndërsa anën e kundërt i kemi edhe 2 dhoma xhumit. Këtu e kemi shpajzin i cili është afër kuzhinës, e kemi WC-n këtu. Kjo është dhoma e fëmijëve. Dhoma e prindërve është kjo këtu dhe këtu e kemi banjon. Eja ta shohim dhomën kryesore të xhumit. Ka hapësirë të mjaftueshme, ndriçimi është shumë i mirë dhe deri në poshtë. Këtu i kemi dritarët vetëm kjo hapët për shkak të dizajnit të jashtëm që e ka para po arkitekti. Nxemjen komplet banesa e ka të punuar me sistemin në ndyshe. Pjesa tjetër që ka duhet është vetëm mobilimi juaj. E sa i përket detajeve të tjera, qoftë për çmim ose çka do tjetër që ju intereson rreth kësaj banese, jeni të lirë të na kontaktoni në numrat tonë të telefonit. Kontratën e realizojmë te noteri, ndërsa çosjen banesa e ka shumë afër me rrethin e Ismetit, ku hyrje dalje i ki shumë të lehta. Na kontaktoni.